Është koha për intervistën e ditës. Sonte të ftuar në studio kemi Dashmir Jusufin, përfaqësues i Këshillit të Prindërve për ndërtimin e shkollës në fshatin Nerov të Krushevës. Zoti Jusufi, mirë se erdhët në Alsat. Mirë se ju gjithë. Herën e fundit kur ishit në këtë studio, nxënësit ishin në bojkotonin mësimin, nuk kishte asnjë lëvizje për zgjidhje, për gjetjen e zgjidhjes për objektin e vjetër, por dhe për objektin që me vetë iniciativë të prindërve është ndërtuar. A u zgjidh përfundimisht problemi i shkollës fillore në Nerov? Problemi i shkollës në Nerov momentalisht është vetëm pjesërisht i zgjedhur, siç e përmendet bojkotin atëherë kur e kishim, nxënësit e bojkotuan procesin mësimor vetëm 8 ditë, edhe mund të them se rezultati ishte mahnitës, pasi që me ato 8 ditë ne çka bojkotuam, nxënësit çka e bojkotuan procesin mësimor, dhe falë kanalit televiziv Alsat, veçanërisht gazetarit Avni Tahirit, i cili e aktualizoi në të madhe problematikën të shkollës, arritëm që problematikën të shkollës Nerovës ta zgjerojmë nëpër masa shumë të gjera, edhe brenda një muaji afat, një muaj e diçka, objekti u legalizu. Do me thënë objekti u legalizua, dhe çfarë nënkuptoni me zgjidhje pjesërisht, sepse thoni që bojkoti dha rezultat, po çfarë nënkupton ajo zgjidhje e pjesërishme e problemit? Zgjidhje e pjesërishme është, pasi që i kam edhe këto dokumente këtu përpara meje, në njëshi muajin e 7 është mbajt njëshi korrik, është mbajt seancë qeveritare në të cilën objekti i ri shkollor që është ndërtuar në Nerov i hedhet në pronësi shtetit të Republikës të Maqedonisë së Veriut. Flasim për objektin e ri që keni ndërtuar. Për objektin e ri që kemi të ndërtuar vetë, dhe në atë mënyrë edhe regjistrojt në kadastrin e Maqedonisë si objekt i legalizuar. Pas asaj mandej në 17 kemi edhe një dokument tjetër, 17 korrik, ku Ministria, Qeveria e shtetit, ja hedh në pronësi Komunës së Krushevës objektin të legalizuar, dhe njësoj në këtë dokument tregohet se qeveria e detyron biron për prokurime publike që sa më shpejt të ndajë mjete financiare që objekti i ri të kompletohet deri në fillim të procesit mësimor. Që i bie deri në fillim të një shtatori që kaloi. Një shtatori që kaloi, këtij viti shkollor. Pas këtij dokumenti, kemi edhe një dokument tjetër, në 21 muajin e 7, ku qeveria komplet objektin të ri, me sipërfaqe në metër katror sa janë hapësirat të brendshme, ja hedh komunës, në detaje e tregon se objekti i ri ka mbi 700 metër katror hapësirë, ku mund të mësojnë nxënësit, për dallim nga i vjetri që kishte shumë ma pak se 170-80 metër katror. Ajo është objekt edhe i vjetër që kjo i bie dhe tjerë më shumë hapësirë të ketë brenda ti. Ky dokument është i lëshuar të Komuna e Krushevës në 21/7/2025, 21 korrik, nga ana e qeverisë, kurse në 22, ditën e nesërme, Komuna lëshon kërkesë te Ministria e Arsimit, që Ministria e Arsimit ta kompletoj këtë objektin e ri shkollor, bile projektanti thot e ka caktu buxhetin, se buxheti nevojshëm që të kompletohet kjo shkollë duhet dikun 33 milion denar. 33 milion denar komuna ka kërkuar nga Ministria e Arsimit për kompletimin e objektit që keni filluar të ndërtoni ju vetë prindërit. Edhe çfarë ka ndërmarrë Ministria e Arsimit dhe Shkencës që nga i moment kur është bërë kërkesa, nëse nuk gabohem, ju thatë më 22 korrik. Në 21 korrik është e lishuar nga komuna, në 22 korrik është e pranuar në Ministrinë të Arsimit. 22 korrik Ministria e Arsimit e ka pranuar kërkesën dhe a ka lëshuar para? Dhe prej atëherë nuk kemi asë si farë përgjigje. Bile, në 1 shtator, kur ka fillu procesi mësimor, gazetari juj më boni një intervista, ka fillu procesi mësimor, dhe çka ka diçka lëvizje për objektin e ri.
Por objektin e ri me gjitha të shifet që e gjithë çështja ka mbetur te kërkesa e komunës drejtuar Ministrisë Arsimit për ndarjen e buxhetit për kompletimin e objektit të ri shkollor dhe përgjigje nuk ka për këtë çështje, pra nuk ka asnjë lëvizje. Në 1 shtator, pas intervistës tem, i kishte marrë deklaratë edhe Ministreshës të Arsimit, dhe ajo u kishte prononcu se... Po, që pastaj do dalim edhe tek deklarata Janevskës që tha për Ministrinë e Transportit. Por unë dua të dalim tek kjo... Ajo tha se gjithë ingerencat i kanë kalu komunës dhe se komuna është ajo çka duhet ta kompletoj. Dhe Ministria ka ndërmarrë hapa. Ne pas deklarate për një ram në kontakt me komunën, komuna vetë na tha se buxheti shtetëror i komunës për buxheti për një vit është 100.000 euro. Me 100.000 euro s'mundet ta kompletoj se s'ka buxhet. Pra komuna thot që patjetër duhet buxhet shtesë për këtë objekt dhe këtu ka mbeti gjithë muhabeti për shkollën e Nerovës, te parat, te buxheti. Dhe nuk ka një përgjigje qoftë negative, qoftë pozitive se do ndahen ose nuk do ndahen këto para do t'i ndahen komunës. Se ishte deklarata e ministres Janevska ku shpreh se Ministria e Transportit dhe lidhjeve i ka ndërmarrë gjitha hapat e duhura për zgjidhjen e problemit atje. Dhe në fakt del që problemi thash pjesërisht të zgjidhur, po Ministresha këtë deklarate dha si deklarate dytë pas disa ditësh. Dikun ka 3-4 shtator, si filloi procesi mësimor, bile si e tha këtë deklarat pak ne ram në konfuzion se çka flet, dhe prape pyetëm komunën e Krushevës, ata na thanë të komunës së Krushevës se Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka qenë obliguar të ndërhyjë në legalizimin, kurse për ndarjen të mjeteve ajo s'ka lidhje. S'ka lidhje, do me thanë topi është hedhur tek Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Dhe në ndërkohë, që nga 22 korriku kur Ministria e Arsimit e ka marrë dokumentin e komunës se duhet në fonde për ndërtimin e objektit, të paktën zëvendës Ministri i Arsimit dhe Shkencës Lulzim Aliu ka qenë vizitë tek shkolla juaj, pasi nisi viti shkollor, apo pas kësaj çështje, pas kësaj kërkese të komunës se duhen para? Jo. Zëvendës Ministri ishte prezent te ne me gjithë ekipin të Vlenit, për njerë pas legalizimit, bile i pritëm shumë mirë, isha prezent edhe unë aty, tregonjën se i kanë meritat për atë, ndoshta i kanë dhe për atë ju imi faleminderus prej toke deri në zgjidhje konkrete se a kanë ofruar, ju tha që është kërkuar buxhet nga Ministria e Arsimit, prej atëherë është kërkuar, është kontaktuar ministri apo zëvendës ministri për të parë se a e ka ndërmend të lëshojnë ato para? Prej atëherë direkt unë nuk kanë kontaktu, por një antar i këshillit, çka është, kishte kontaktu me atë dhe i kishte thënë se nga ana e komunës nuk ka arrit kërkesa se si në Ministrinë të Arsimit. Ai dokumenti që keni ju që ma treguat është me vull që është pranuar nga Ministria e Arsimit 22/7/2025. Do me thënë këtu në dokument qartë shkruan se është arkivuar nga Ministria e Arsimit në datën 22 korrik vitit 2025 dhe kamera mund ta fokusoj, ndërsa zëvendës ministri thoni që ka thënë se nuk ka arritur. Por një antar i këshillit... Ja, mund këtu ta shohim datën e arkivimit dhe shifet që është në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës e dorëzuar nga komuna. Përveç asaj unë se di, edhe pse Ministresha, nëse ka shembull edhe përpara kësaj ku qeveria e shtetit në këtë dokument e detyron biron për prokurime publike që të ndajë mjetet... Së bashku me komunën e Krushevës. Po, së bashku me komunën e Krushevës, që të ndajë mjetet, që deri në fillim të procesit të mësimor, kur të filluaj objektit të jetë i kompletuar, edhe pse shembull nuk mundesh, po prap të fillon të procedurë. Ky është vendimi i qeverisë i seancës së korrikut, nëse se atëherë kishte lëvizje pas bojkotit, pas seancën që e kanë bajtë në 15 mujin e 7. Dhe komuna është përgjigjur se para duhen, është drejtuar me kërkesë zyrtare që ka dhe arkivim nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, që kërkon para për ndër 33 milion denar me qëllim të rikonstruimin dhe adaptimin e objektit. Tu bëhet fjalë për objektin e ri dhe jo për objektin e vjetër, ndërkohë që ta kenë shikuesit të qartë zoti Jusufi,
që nuk ka ndonjë ndryshim sa i përket kushteve në cilat mësojnë nxënësit e Nerovës. Ata vitin e ri shkollore filluan prap me kushte të njëjta dhe prap mësojnë nxënësit e klasës 2 dhe të 5, nëse nuk gaboj, filluan bashkë mësimin në një klasë të vetme. Objekti i vjetër, siç e kemi treguar edhe më përpara, ka vetëm 4 klasa, 4 mësojtore. Aty mësojnë? Aty mësojnë 9 klasa duhet të mësojnë në 2 turne. Ndrimi i parë mësojnë prej klasës 6 deri në klasë 9 dhe mundet shembull se vinë 4 klasa 6, 7, 8, 9. Mirë po problemin e kemi të ndrimi i dytë, ku mësojnë nxënësit prej klasës parë deri në klasë 5 dhe pasi që hapësirë nuk ka, siç e përmendat edhe ju, klasa e 2 dhe klasa e 5 detyrohen që të mësojnë të kombinuarën në një klasë. Dhe besoj kanë shumë vështirësi? Ka më shumë se 25 nxënës ke ajo klasë, bashkërash në kontakt me mësimdhënësin që ka jep, vështirësitë më të mëdha thotë i kemi se klasa e 5 ka shumë lantë të cilat i ligjerojnë edhe mësues tjerë, shkencat natyrore. Dhe si ndodh në ato momente kur dhe mësues tjerë vinë, ligjerojnë, ndërkohë ato klasës 2 nuk e kanë materialin e një. Maksimalisht të adaptojmë orarin, mirë po përsëri vështirësi thot janë jashtë mase. Se klasë kombinuar të mësojnë mbi 25 nxënës me të vërtetë është vështirë. Edhe atë të gjeneratave të ndryshme. Sepse është klasë e 2 dhe klasë e 5, dhe nëse i bie prap do kthehemi tek ajo në fillim që thatë që bojkoti dha rezultat mahnitshëm, ka lëvizje legalizimi i tokës objektit e kështu me radhë, po kur e shohim në aspekt të kushteve të nxënësve, nuk ka asnjë lëvizje. Asnjë lëvizje. Dhe ata vazhdojnë të mësojnë atë shkollën e ndërtuar, nëse nuk gaboj herën e fundit, 50 nga Balta, ashtu patët deklaruar. Po ndërkohë, derisa po prisni edhe vendimin e përndarjen apo për një përgjigje për kërkesën e komunës drejtuar Ministrisë së Arsimit për ndarjen e 33 milionëve, çfarë ndodh me objektin e ri? Ka pas ndonjë iniciativë që vetë ta përfundoni dhe mos të prisni parat nga shteti? Nëse flasim pak më gjerësisht, kishte tentativ nga banorët përsëri të shkojmë në bojkot për 1 shtator, mirë po personalisht isha unë kundër, se nëse shkonjim, tash duke e ditë se jemi në fushat zgjedhore, dhe duke e ditë, para zgjedhore, dhe duke e ditë se tash krejt funksionarët këto qeveris janë fokusumën në tjetër sen, në karike, jo për shkollën, nuk ju interesant. Në momentin që mos upin fëmijët tanë, ne i lam hapësirë pushtetit qendror, pushtetit lokal, deri në dhjetor. Dhe kemi shpresa se kur të votohet buxheti i shtetit për vitin 2026, kur e votën në dhjetor, aty të ndahen mjetet, të parashikohen, të ndahen mjetet dhe me të vërtet shteti ta marrë që ta kompletue. Dhe nëse nuk ndodh kjo deri në dhjetor, sepse përfundojnë dhe zgjedhjet, nuk ka nevojë për vota, nuk ka nevojë për pikë politike, asnjë nga partitë, atëherë çfarë do të bëni? Nëse nuk ndodh kjo, për të cilën me të vërtetë jemi shumë pesimist, se tash të gjithë politikanët do thuhen pas zgjedhjeve, a fjala më e pabesueshme është ajo, pas zgjedhjeve, kaluan zgjedhjet s'ka asgjë. Nëse nuk ndodh ashtu, kemi plan B, të mundohemi vetë ta ndërtojmë. Ja shembull, përmes donacioneve. Po, përmes donacioneve. Shembull, një kërkesë si këshill i prindërve lishum një kompanie logjik private, e Shkupit për të dhënë donacion 2 herë të brendshme të krejt klasave. Pra ju e keni si një plan B të themi që nga kompanitë apo nga bizneset e mëdha, nga prindërit të kërkoni donacione dhe vetë si shundërtu deri këtu edhe të vazhdoni. Të vazhdoni, përmes ndihmave dhe donacioneve. Ky donacion... Edhe pse është obligim që këtë duhet ta bëj shteti, sepse ka marrë përsipër, ka premtuar zgjidhje për Nerovën, dhe i takon atyre ta zgjidhin problemin. Shpresojmë se do ta marrë shteti, po nëse nuk e merr, se dhjetori shumë shpejt do të vijë. Do të mundohemi me donacione dhe do të mundohemi me buxhetin tonë. Nëse nuk i arrim edhe asaj, kemi plan të tretë, edhe
Cili është plani i tretë? Se plani bëhet treguat, plani i tretë? Plani i tretë është komplet projektin ta marrim, ashtu e kemi menduar në banorët të fshatit, t'ja çojmë ambasadës të Shqipërisë edhe të kërkojmë nga Shqipëria ta kompletue njëjtë siç ju boni ish kryeministri Gruevski në kohën në Pustec. Në Pustec. Po. Uroj që deri atëherë vërtet ke zgjidhje, sepse vërtet fëmijët e Nerovës nuk meritojnë të mësojnë në kushte. Nëse shteti është shurth për fëmijët të fshatit Nerovë, për nxënësit të fshatit Nerovë, do të mundohemi maksimalisht vetë. Nëse nuk shkon edhe kjo, ju tregova shkon në planin të tretë. Keni plan B, keni plan të tretë, një pyetje fundit është vërejtur shtimi numrit të nxënësve shqiptar në shkollën e Nerovës, pra regjistrimin e nxënësve në klasë të parë? Në klasë të parë, nga gjithsej të lindur 17 shka ishin në vitin 2019, 16 mësojnë në Nerovë, vetëm në gjuhën shqipe, për dallim që mund të potencojmë në qytetin të Krushevës, ka vetëm 10 nxënës në klasë të parë, dhe pasi që ato kanë mjete financiare të caktuar prej më parë, këta 10 nxënës janë të ndarë në 2 paralele. Ka 5 nxënës në paralele. Ato kanë kushte boll dhe kjo ne nuk na pengon. Nëse duen edhe në 10 klasën e tida. Por gjithë nxënësit meriton kushtet njëjta, kushtin të barabarta dhe kushtet të denja për nxënësit të Krushevës të ketë mundësia për të Nerovës, jo kjo na pengon. Ne dumi që sa më shpejt të gjendet zgjidhje, të kompletohet objekti i ri dhe nxënësit të mësojnë me vërtet në kushte me sa e normal. kuptova nga kjo intervistë, këtu duhet ta përmbyllim. Tani çështja është tek përgjigja që pritet nga Ministria e Arsimit, që ka dërguar komuna për ndarjen e fondeve për kompletimin e objektit të ri. Uroj që të ketë zgjidhje për nxënësit e Nerovës, zoti Jusufit, dhe faleminderit shumë që erdhët sonte në Alsat. Faleminderit dhe ju.